Mirë, jemi rikthyer dhe vjen të flasim për atë që pritet të zhvillohet në Ankara të Turqisë, samiti i 36 i Aleancës së NATO-s, dhe për më tepër detaje do të jemi në një lidhje direkte me kolegun tonë që ndodhet atje, Xhemail Rexha. Xhemail, të përshëndes, një samit me nivele të larta sigurie, me një protestë ku janë shoqëruar 100 persona, por njëkohësisht elefanti në dhomë, shpenzimet në raport me GDP të disa vendeve të cilat janë kritikuar edhe më herët nga presidenti Donald Trump. Çfarë presim nga ky samit? Shëndetje direkt nga qendra ndërkombëtare e mediave këtu në Ankara. Samiti i NATO-s do të ketë një hyrje, një paranisje zyrtare vetëm para pak minutash, kur në këtë podium prapa me do dalë sekretari i përgjithshëm i saj, Mark Rutte, që është lideri i parë i cili ka mbërritur në Ankara më herët gjatë ditës. Lideri i dytë që ka ardhur këtu është kryeministri i Bullgarisë, Roman Radev, i cili është pritur me nderime të larta në aeroportin e Ankaras, dhe pas pak do të jemi në gjendje që ta dëgjojmë zotin Rutte për pritjet e këtij samiti. Tashmë është bërë qartë pra që do të ketë një tjetër diskutim të rëndësishëm për një rinisje, për një ristart të NATO-s, për një NATO 3.0, duke marrë parasysh edhe ankesat e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Aleancën Veri Atlantike. Do të ketë, siç e the, diskutim për atë se sa shtetet i kanë përmbushur zotimet të cilat i kanë marrë në samitin e kaluar në Hag, se do të investojnë deri në 5% të GDP-së së tyre në mbrojtje. Dhe këtu duket që problemi mes tjerash është me Shqipërinë, nuk është e qartë nëse Shqipëria do të jetë në gjendje ta organizojë samitin e NATO-s në vitin 2027, përkundër faktit që ishte premtuar vitin e kaluar gjatë samitit të Hagës. Do të flasë zoti Rutte edhe për krahun e vazhdueshëm që NATO-ja dhe shtetet anëtare ja japin Ukrainës. Do të vi këtu, edhe pse është anëtare e NATO-s, do të vi Ukraina me prezidentin Zelenski, ai do të atakojë edhe presidentin Trump. Vëmendja më e madhe natyrisht tek ardhja e pritshme e presidentit Trump, që nuk ndodh sot, ai do të vi gjatë ditës së nesër me shërbimin sekret amerikan. Tashmë është kudo në Ankara për të bërë të mundshme ardhjen e sigurt, qëndrimin e për herë të parë të një presidenti amerikan pas shumë vitesh në Turqi. Do të vinë me radhë edhe lider të 32 shteteve anëtare të NATO-s. Në Çeki ka pasur përplasje se kush do ta përfaqësoj vendin. Kaq i rëndësishëm është Turqia, po e përjeton këtë moment si një fitore të madhe historike, për faktin që gjithë vëmendja e botës do të jetë gjatë këtyre 2 ditëve pikërisht në kryeqytetin turk. Masat e sigurisë të jashtëzakonshme, 70.000 trupa kudo nëpër qytetin e Ankaras, shumë rrugë të bllokuara, por organizim shumë i mirë i Ankaras, mira njerëz që qeveria turke i ka vënë në dispozicion për të punuar, dhe gjithçka ndodh gjatë ditës së mërkurë. Nesër një forum më i lehtë, le të themi, pa pjesëmarrjen e krevëve të shteteve, kurse të mërkurën samiti i madh, 32 liderët e 32 vendeve anëtare do të mbledhen bashkë, do të diskutojnë temat që i thanë, dhe pritet që në fund të dalin me një deklaratë të përbashkët. Dhe prapë, me gjithë vëmendja për të dëgjuar se çfarë presidenti Trump do të thotë për NATO-n, sidomos pas pakënaqësisë së tij për plasjeve, për mënyrën se si shtetet anëtare të NATO-s nuk i kanë dhënë përkraje për luftën me Iranin. Tashmë ka nisur luftën e tij virtuale me kryeministrin Meloni të Italisë, presidenti Trump, kështu që do të jetë shumë interesant për të parë edhe si do të cilën gjatë darkës solemne ditën e nesërme në pallatin presidencial të presidentit Erdogan. Të falenderoj shumë për të gjithë detajet që na raportove. Do të presim edhe deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të Aleancës për pak çaste, siç na